Me 10 segmente rrugore të cilët janë lënë të amortizuar prej muajsh, janë kthyer në shqetësim për banorët, por edhe për biznesin. Rrugë gjithë gropa, me kanale të hapura mes për mes, veçanërisht në blloqet e banimit, janë problemi më madhor sot që ka qyteti Vlorës. Sipas banorëve të intervistuar në disa lagje të qytetit, situata është e tillë prej muajsh e nuk është marrë asimas. Krahas amortizimit të rrugës, banorët thonë se është edhe pluri dhe papastërtit. Sipas banorëve, duhet marrë masa sa më parë për rehabilitimin e rrugëve. Po si janë problemi, janë shikon veti si janë. Çfarë gomat e makinës kur shkojnë? Ta kanë 6, po thoj 6 muaj, 7 muaj, që i kanë filluar edhe i kanë lënë kështu ja, gropa. Ja e ty poshtë jetoj unë. Shumë të vështirë kam. Këtu është madh se është kompakti, po ta shikosh poshtë atë është më keq akoma. Më keq gropa. Këta e dinë që firma që punojnë e që bëjnë. Nuk janë ngopur valla. Po si të arruar komplet, se më është vetëm aty të neve deri poshtë në atë. Komplet zonat. Është më keq poshtë aty brenda në lagje. Që kur filloi, që vjet që filloi rruga kështu, mirë tash ato rrugët që u bën kështu, bën për të mirën tonë se neve për ujin që të kemi 24 orë, se nuk kemi ujë fare. Duhet të kemi ujë 24 orë dhe munduan ta bëjnë qeveria kush e bëri këtë, që për të mirën tonë. Po, neve ajo duhet të rregullohet edhe rruga dhe të gjitha do rregullohen. Po sa ka këtu, po si ishte kjo vetëm, është por e gjithë kjo lagje është lagje e madhe fare, hap në gjithë Vlorën. Po kjo është kot punë se shiko tash. U hap rruga. Kalonin direkt solinat. Edhe të mos hapeshin e stërapeshin rrugët, se tash do hapet prap rrugë. Bam rrugët, mbledh ato atje dhe i sjell këtu, që të mbush gropat. Kur kalojnë makinat, bëhet me plur shpia, se s'dorin, se makina janë, e ngrën plurin lartë. Edhe për drejtuesit automjeteve, situata sjell shqetësim, ku rrugët në këtë gjendje kthehen në faktor pse dëmtohen automjetet. Po çfarë do bëjmë, ku do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Po shqetësim çfarë bëjmë, ku do nkuem? Ku? Më thuaj. Ditë për ditë e ditë. Ma vrive bosh. Për ata të cilët ecin me bicikleta, rrugët janë një gangren më vete, ku tregojnë se për shkak të gropave të shumta janë rrëzuar për tokë duke pësuar edhe dëmtime fizike. Kjo është nuri perëndis, si themi ne. Po çikoç poshtë. Sa arrin të dyqanet, poshtë dyqaneve është për i bërët jalep. E kemi diskutuar e rithënë, i kemi bërë letër qeverisë, është gjendje shumë të rëndë. Gjithë jetë kështu ka qenë. Me bicikletë se të ndot. Nuk e le makina, këta që kanë makina. Dërsa këte i poshtë s'kini vajturi, po vetë që janë anejta shkuq. Do bënit mirë të vinë, se do vinit duart në kokë. Jo e me rëzuar, që unë jam rëzuar. Jo do të përmirësuar, po do të përmirësuar rënjësisht. Është folur shpesh për riasfaltimin e segmenteve rrugore, por deri më tani në Vlorë nuk ka asnjë shenjë nga nisja e këtij projekti.